Pas drejtimit të rrymës, normalisht që hallet dhe pyetjet e vazhdueshme të qytetarëve janë se çka tjetër kena me pagu më shtrenjt. Tashmë janë bërë edhe paralajmërimet e para se produktet e tjera për të cilat do të rritet çmimi e që do të ndikojnë direkt në jetën e qytetarit. Së pari është paralajmëruar për rritjen e çmimit të bukës, e që do të shkojë deri në 80 cent, ku më parë ka qenë 50 cent. Por ky është vetëm fillimit. Nëse ne tash kemi dalë dhe kemi pi një kafe me 1 euro apo 1 euro 20 cent, tashmë atë kafe ne kemi me pi me 1 euro e 50 cent. Pra do të rritet edhe çmimi i kafes nëpër kafeteritë e Prishtinës, ku këtë gjë e kanë paralajmëruar menaxherët e disa kafeterive në kryeqytet. Naim Llapashtisa, njëri nga menaxherët, ka thënë për media se rritja e çmimit të energjisë elektrike ndikon tek bizneset e tyre. E kjo është edhe arsyeja pse në lokalin e tij kafeja do të bëhet 1 euro e 50 cent. E me këto rritje pritet të rriten edhe çmimet e produkteve shumë të tjera, sidomos në listës esenciale. Si pasojë e kësaj do të dobësohet edhe fuqia blerëse dhe ekonomia familjare. Jeta e qytetarit, pavarësisht që është shumë e vështirë, ajo do të vështirësohet edhe më shumë në aspektin ekonomik. Ndërkaq, vendimi për shtrejtimin e energjisë elektrike është kundërshtuar në masë të madhe. Tash pothuajse 3 muaj nga qytetarët, bizneset, organizatat jo qeveritare, por edhe nga vetë presidentja e vendit Vjosa Osmani. Madje në shenjë pakënaqësie u organizuan edhe 3 protesta për të cilat po vazhdojnë të hasin në vesh të shordhur. Iniciativa qytetare asnjë cent më shumë kësaj here kanë paralajmëruar se nuk do të ndalen dhe se nëse është e nevojshme protestat kundër shtrejtimit të energjisë nuk do të jetë më paqësore.